ambientet e teatrit Petro Marko në Vlorë u zhvillua të mërkurën një spektakël kushtuar muzikës qytetare vlonjate me titull Aty ku nisi kënga. Skena e teatrit mlodhi bashkë emrat më të njohur të muzikës qytetare dhe moderne vlonjate: Kleopatra Doke, Aurela Gaçe, Maja, Mariola, Jurgen Kaçani dhe shumë të tjerë. Në një mbrëmje ku emocionet, kujtimet dhe muzika u ndërthurën me harmoni. Për artistët, rikthimi në këtë skenë kishte një domethënie të veçantë. 14 vjeçë kam dalë nga kjo skenë dhe sot jam 76 se ju ula një vit dhe u ndjeva si atëherë. Duart të kitrit e publikut më bën të fluturoj nga gëzimi. Aq sa nuk di, edhe u mallëngjeva në moshën 4 vjeç e gjys dhe sa po kam hyrë nga dera mbrapa, më erdhën gjithë kujtimet e fëmiris. Nuk ka gjë më të bukur se të kesh këtë pasuri. Ishte një pritje jashtëzakonshme emocionale, në të vërtetë më mallëngjeu me të drejtën, gjithë pritja kaq shumë e ngrohtë, në gjithë Shqipërinë na presin kështu, e në gjithë shqiptarët tanë mban udhëheqja në botë, por sonte ishte më magjike me të drejtën. Mbrëmja Aty ku nisi kënga ishte një udhëtim i bukur muzikor mes kujtimeve dhe emocioneve, një homazh për trashëgiminë muzikore të Vlorës dhe për artistët që mbajnë ende gjallë shpirtin e saj qytetar.